Ky emision mundësohet nga Përshëndetje miqtë e mi të dashur të në Zoom, për i takomi kështu edhe këtë dëpramte me mua Albina Zenelien, ku për gjatë këtyre minutave do mundohemi që me ju argëtu, po pse jo m'ju informu për botën e artit, kulturës dhe showbizit, por si që do rande duhet me i botën a disa falenderime për ata që e mundsojnë realizimin e emisionit. Faleminderit shumë në Zoom Cafe, Dentisti Familjes dhe Restaurant Vera, e edhe këtë pjesën tjetër që si gjithmonë për kujdesën për veshjen dhe dukjen time. Faleminderit shumë Tu Studio dhe Blerinës së dashur dhe Felicia Fashion. E tash pas këtyre falenderimeve është koha që ty shikues më thonë që në rubrikën e përjavshme RFM vjen një trajnere fitnessit, po jo çfarë do trajnere, një vajzë që rezaton plot energji pozitive e që ka folë për shumë padrejtësi, për sfida, për dietat, për peshën dhe për gjithçka tjetër sa i përket palestrës. Bëhet fjalë për Agnesa Shyte. Dentisti Familjes, zgjedhja ime. Një vajzë energjike që ka sakrifikuar shumë për të arritur këtu ku është. Pjesë e pandashme e palestrës prej 7 vitesh. Bëhet fjalë për Agnesa Shyte, e në Zoom ju sjell një material krejtësisht ndryshe për të. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Zoomit, përshëndetje nga fitnessi për momentin. Është pjesa e pasditës, edhe pse jemi në pasditë tani, një ditë një trajnere fitnessit fillon shumë herët, duke fillu me mëngjes të butë, duke startu me një qaj, me një mëngjes të letë qyf para 6 ora, se 6 orave që jemi aktiv në palestër. Qka bot pyetja që kam qënë mu përveç obligimit që kam për tjetërin 6 ora, më bën dashnia për veten, më bën respekti për veten, edhe thjesht e di çdo ditë që përderisa Zoti më ka thënë kam një arsye më tepër me luftu. Për vullnetin e saj fjalët janë të tepërta, besoj po e kuptoni ju vetë. Por hajde të flasim për arritjen e fundit të saj. Agnesa mori pjesë në një trajnim, e detajet do i kuptoni nga vetë ajo. Ka qenë një trajnim i organizuar nga My Academy në Tiranë, ishte një trajnim ndërkombëtar, ku licencum shumë edhe prej Kosovës, njëjtën kohë edhe prej Shqipërisë, edhe pse vazhdimisht është interesimi më i madh nga ana e Shqipërisë sa nga ana e Kosovës. Ishte një udhtim punë të njëjtën kohë, kënaqësie të njëjtën kohë, edhe mësimet njëjtën kohë, ose ku mësimet takojnë praktikën të themin formë, se kemi pas përfshim edhe crossfitin si pjesë ku thjesht e bëna një hapje 3 nga ana e Agnesës, e hapa edhe një kuadro 3 nga ana e crossfitit, për jashtim një orive bazë që kisha ma herët, tash di që ta mbaj edhe një orë edhe një round të crossfitit, kështu që ishte shumë një udhtim i mirë, një trajnim diku 26 orë intensiv. Kena kalu shumë mirë, ka qenë shumë profesional, kemi taku shumë fizioterapeut, kardiolog, ginekolog, gjitha fushave të ndryshme mjekësore, ku ne si trajner duhet kemi bashkëpunimin e ndërsjellët me ta.
Palestra është një pjesë e pandashme për ditëshmërisë tonë, por jo të gjithë duan këtë rutinë duke e ditur që shpenzojnë kaloritë e trupit, e shpesh edhe mund të përtojmë të shkojmë. Palestra është vendi ku çdo person që merr guximin me ardhur drejt e palestra ka drujtjen më të madhe dhe mungesën e vetbesimin më të madhe përderisa hyn palestër, po me kalimin e kohës thjesht familiarizohet me një vend si palestra. Unë e krahasoj shumë shpesh me tempujt në Indi dhe në vendet ku bëhet meditimi. Momentin që futesh në tempuj me disa mijë vjet që kanë filluar meditimet më hershme, ti thjesht e kupton sa qetësi të ofron ai vend dhe palestra të njëjtën kohë për shumicën e klientëve është ajo qetësia ku një orë që ka filluar me kujdesin personal ndaj vetes është diçka shumë e madhe drejt tij. Se thjesht një hap arrin të bëj 10.000 hapa dhe arrin të bëj ndryshimin personal. Për çdo person që dëshiron të merret me aktivitet fizik, po thjesht i mungon vullneti, atëherë e kanë vetëm një shprehje ku trupi që ka konsumon të 20-a do e paguaj 50-at. So mos e prit veten në 50-at, 60-at, thjesht mos e le trupin me u vysh, mos e le trupin pa mirëmbajt, deri në atë pikë kur ti do t'jesh i qetë në mënyrë psikologjike, anë emocionale do të kesh kontroll dhe do t'jesh njeri pozitiv gjatë tërë ditës. Është ora 6 e diçka mas ditës dhe unë kam të njëjtën energji që nga 6 të mëngjesit. Po, kjo është e mundur e për këtë duhet goxha punë me përkushtim të plotë, sigurisht kërkohet dhe përvoja. Çka mendon Agnesa për hapjen e një fitnesi nga një person që ka të holla, por jo ve haber për këtë drejtim? Duhet të qëndrojmë 3 pojat kryesore. Pastërtia ka nivelin e saj ku duhet të mbahet pastërtia. Në pjesën e pastërtisë hin patikat e pastërta, ne. Në pjesën e higjienës pastërtisë është në njëjtën kohë peshkiri me veti, edhe pjesë e pastërtisë në sallë që na ndihmon neve si trajnera është kur ti si klient i kthen peshat në vend. 3 pojat më rëndësi janë këto. Është mirë me i dëgju ata trajnerat cilët kanë kvalifikim të duhur, besoj. Ku këshillat e tyre janë në formë gjenerale pa e prek asnjë formë trupore dhe pa gjiku asnjë formë trupore. A ka ndryrje, a s'ka ndryrje, a ka arrit si ka arrit, ka humbë peshë për kaq kohë. Mos t'jepim afat kohor trem që të krijojmë edhe shpresa treme nga ana e klienturës. Unë muj me thonë që për një muj ditë ka me të bënë vi, por nuk është e mundshme. Unë krijoj diçka të pamundshme, thjesht muj me të përfitu për momentin, kalojnë 30 ditë ti nuk sheh rezultat, thjesht ndron trajnerin. Por nuk është çështja ta ndrojmë trajnerin, është çështja të vëdësojmë masën. Të shikojmë startin, jo vetëm një këshill që ka dhënë një ex-trajner ose thjesht një pasionant fitnesi. E ka marrë një kamerë, ka dalë me një voice over edhe thjesht fillon e bin popullatën me këto rrjetet sociale si videot e montuara bukur. Unë nuk e shoh që na kanë prish tregun. Neve si trajner që e ndihmë veten më të kualifikuar thjesht më të plotësuar nga ana e karrierës, unë mendoj që na fusin 2 herë më tepër të bëjmë, të arrijmë vetësim në masë. Nuk është esenca që për 3 muaj, 6 muaj të ketë sukses dhe bashkëpunimi mes klientit, edhe të ketë rezultatin ose objektivat e tij të jenë realizuar dhe jemi në rregull. Esenca është që ai të hyjë në palestër pa Agnesën. Pas 3 muajsh ai të ketë vetbesimin, vetëvlerësimin, vetkritikën në nivel të kontrolluar që të hyjë vetë në sallë pa Agnesën. Të gjithë që jemi frekuentues të palestrës e lodhemi aty duke tentuar të dobësohemi. Sigurisht që rëndësi të veçantë i kushtojmë dhe ushqimet. Trajnerja shyti tregon për në Zoom sa duhet mbajtur dietë të egër apo jo. Unë jam kundër asaj dietë strikte. Jam pro fasting ose agjerimit që llogaritet ku trupi bën punën e vet, maksimalin e vet, kur ne jemi me Ramazan ose fasting 12 orësh. Po jo për dietat strikte, preferoj të tregoj se çka është ushqimi i shëndetshëm. Nuk preferoj të shkruaj dieta si personal trainer, nuk më ka ndodhur asnjëherë. Nuk dua t'ja marr punën dietologut, jo përderisa
m'ja marrë punën, po thjesht nuk du të përzihem profesion ose në diçka që unë nuk kam kualifikim. Refuzoj me u përzim pjesën e tij, guxoj si trajnere me dhonë veç këshilla ku duhet me rujt klientin edhe anën psikologjike të klientit tem personal. Tjerat janë dytësore. Pse po them janë dytësore? Shkaku se në momentin që të ofrohet një klient me shumë pakënaqësi edhe me historikun e vet ku për 3 muaj don të arrijë këta objektiva, duke hongër karbohidrate, duke konsumu shumë proteina, duke konsumu shumë pije energjike, alkohol, besa dhe vetit këqija, abuzime të ndryshme. Na arrim me një pikë ku e pyesim klientin cila veti e jotja është e parë që na kena me bë ndërhyrjen e parë. Jo me marrë me qelë me thik aty, po esenca është në anën psikologjike me pas një raport hapën me klientin, ku ai me tregu ty drejt për ku është nevoja të punojmë si hap të parë. Ajo më tutje thotë se është e mundur të konektohesh me veten tënde dhe për këtë është e nevojshme që truri të komunikojë me trupin. Derisa dojna me pas sukses, dojnë me të dëgju trupin, edhe trupi me u lidh me trurin, krijon një masterpiece, një mrekulli. Kur ti vetë konektohesh me veten tënde në pasqyrë, është momenti ku Albina jep maksimumin e saj. Edhe nuk e jep për të mirën time, as për të keqen time, as për inatin tem, e jep për veten e saj më të mirë. Albina jep maksimumin e saj se don me pa versionin më të mirë se dje. Deri këtu e sollëm muhabetin, tash është koha që agnesën energjike ta ngacmojmë pak me pyetjen pikante. Kush është dobësuar me fitness e kush e ka bë trupin e mirë me ndërhyrje? Normalisht po flasim për personazhet publike. Kohën nuk e kanë të mjaftueshme ta kenë të paktën një orë për vete. Të gjithë e dim sa bojnë me shku në New York për një koncert, të gjithë e dim sa bojnë me nejt pa gjumë deri në New York, edhe të gjithë e dim që ajo kur të shkojnë veç koncerti ka me mbajtë edhe ka për t'ikë në shpe. E dim që kohë për veti personale nuk ka me pas, edhe të i pa angazhime të mëdha po preferojnë bojnë intervenime që po janë më të shpejta, edhe të njëjtën kohë po lahen me ambienti fitnessi. Se po kemi ex-koleg ku edhe jo vetëm që e japin ndihmën të njëjtën anë, po dhe thjesht e ofrojmë mbulimin e asajna, ku ajo thjesht ndoshta ka marrë shumë parash për një reklam caktume, ajo thjesht e reklamon personal trainerin këtë rast ku s'ka punë të bëjë ose s'kemi punë. Puna e trajner personalit vrehet. Trupi është diçka që flet dhe intervenimet sot mjaftueshëm secili po shohim çdo ditë si video, si çdo gjë dhe po na vjen me taku edhe live. Po ta tregon një eksperiencë që nuk është prej trainingut, prej një sesionit një orësh brenda në palestër nuk ndodhin që ato intervenime ose që ato probleme shëndetësore. Zakonisht e këndi shiatik e vrem që kanë shumë intervenime të pjesa e korit, të bërthamës të barkut kanë shumë intervenime, se s'po plas për pjesën e fytyrës është diçka që nuk më takon i takon estetistës mirë, po sa i përket trupit, ma mirë të vendosin të marrin një proces pak ma gjatë që merr ma shumë kohë që të bëhet vetëdijsim me rrugën, se sa diçka shumë e shkurt, e di që jena në kohën ku po shohim gjithçka dhe po indikohemi, po influencohemi shumë lehtë për një influencerës, mirë po ta dim që nuk ka më qenë jetëgjatësia e duhur. Na duhet të kemi jetëgjatësi, një trup i shëndetshëm, një mendje të shëndetshme, arrin deri në 70 vjet të jetë super. Të jetë super gjyshe, të jetë super baba, të jetë super shoqe, super shok. Për Agnesën trupi mirë që ti ka punu prapë. Në strop. Nora Strefe është një prej këngëtarëve që edhe gjenetikën e ka të mirë se jo veç që e dina që ushtron ka herë. Është një prej artisteve të na dhe Dafina Zëqiri pavarësisht se tash është pak para lindjes, me sa e di. Vija trupore ty në vrenë ku ka sukses të personal trainerit, vrehat. Është diçka shumë e kapshme për syrin. Për këto tjera të kësha pas qef me diskutu se edhe janë shumë treja për që ka shumë intervenime, edhe besoj që s'ka nevoj as për një personal trainer, sa ka nevoj për një psikolog. Në Zoom ju lënë shoqëri të disa ushtrimeve për ata që duan me marrë guximin që t'i futën palestrës. Zakonisht e ushtrimet e barkut, për jashtim hipertrofisë ose ushtrimeve themelore, ne kemi inkludit ose të përfshirë edhe pilatesin edhe jogën, thjesht si lëvizje ndihmojnë edhe për fillestar më shumë.
Sa i përket bërthamës trupit ose korit barkut, është pjesa kryesore ku duhet forcu mos pari. Preferohet si fillim. Ushtrimi blank është një prej ushtrimeve rezistente. Ku kuha nuk kalon bash lehtë. Me marrë me shiku sekondat, këtu 40 sekonda në mdoja. Pa rezistenca krijohet. Shkoj me stretching. Zgjatjet zakonisht after ose mas përfundimit një blank session ose zakonisht blanku shkon me 4 përsëritje ka 40 sekonda fillimisht edhe për gjithë fillestarët. Praktika nuk është e lehtë për asnjë, mirë po të fillosh me bërthamën e trupit është pjesa kryesore ku zakonisht i kemi pak nacit më të mëdha, duke e ditë që meshkujt kanë formën e mollës, na kemi formën e bananës dhe si femra jena më të fortë pjesën e poshtme se sa meshkujt që kanë pjesën e epërme që janë më të fortë. Për mua dukesh bukur vetëm për plazh është një pjesë ku duhet me u largu si pjesë e shoqërisë tona. Ti jesh mirë dhe të ndihesh mirë çdo ditë në trup tonë, në lëkurën tonë. Është pojenta e ditës, besoj se duhet jetë, për secilin prej neve. Mjafton nëse edhe peshon se disa kile t'jesh i kënaqur me trupin që ki, të gëzosh shëndetin e plot, ajo është kryesorja, kur ti ke shëndetin e plot, ti thjesht ki mundësi me pas lëvizshmëri të mjaftueshme gjatë ditës, elasticitet, edhe nuk po flas më që ti je njeriu më i lumtur, edhe je njeriu që bën dritë këtë tavolinën atë. Pse do të me pas na krejt ka një shok ose shoqe që e njohëm që ushtron që sa vjet. Pse mos tina na krejt qaj model. Ose do të me bo bashk që me kriju qatë model në shoqëritë na, përderisa është in për një natë me ditë sa ta bon alkoholi edhe sa ta dëron trupi alkoholin, pse se din ti për një orë sa përballon fuqi ose forcë eksplozive trupi yt. E pas këtyre ushtrimeve, për fund Agnesa na jep një mesazh të jetë motivues që duhet patjetër ta dëgjone. Fitnesi nuk ja nis, as fitnesit nuk kim ja nis as të hanën, as me parën. Fitnesi kim ja nis momentin kur e kupton sa rëndësishme është shneta, edhe qofse momentin e ki shnetën e ki luksin dur, kështu që përderisa e ki luksin dur, qohu bën diçka për veten.